Ramin edhe njëherë nga studio e televizionit të UTA në këtë ditë në cilën po përcjellim le të themi intervistat edhe bisedat nga më të ndryshmet. Ajo çfarë kemi potencuar sot është që të gëzojmë. Por ndoshta ndonjëherë le të themi ka disa momente, sidomos në këto ditët e Bajramit, që edhe mallëngjehemi më shumë. Do ta lidhim këtë tani me një bisedë emocionuese, besoj që do të kemi në studio. Mysafirja jon ka qenë edhe më herët në këtë studio, por sot besoj se ka më të vështirë ndoshta të flasë edhe më emocionuese se Bajramit e kaluara. Vetëm pak javë më herët, diku në fund të muajit shkurt, është ndarë nga jeta një nga imamët edhe haxhit, i cili ka lënë një shenjë shumë pozitive edhe kujtimet më të mrekullueshme tek gjithë komuniteti, tek gjitha anamalit e Ulqini. Haxhi Shoqëri Holli është ndarë nga jeta në moshën 86 vjeçare. Edhe më lejoni që në këtë çast të gjithë familjarëve t'ju shpreh ngushëllimet nga kjo studio, por me qenë si jemi në fest, ne do ta kujtojmë me shumë gëzim sot, sepse kur dikush lë vepra të mira, e di që është mërzia, por është edhe gëzimi. E kush më mirë se sa mbesa e tij, vajza e vajzës së tij, Leudrita Mustafa. Përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum, rahmetullah. Le të themi një mjeke, por edhe një teologe. Të dyja. Të dyja, një mbes e cila vazhdoi rrugën në një farë mënyre të dajgjyshit të saj. Po të paktën jemi mundu me ndjek hapat e tij. Jo se na ka imponu, por duke parë shembullin e tij në familje, në komunitet, jemi mundu të paktën 1% me i ngjatë atij edhe personalitetit tij e punës tij. Kur ishin ndoshta ato hapat e parë që more drejt fesë, por gjithmonë krah dajgjyshit? Me të vërtet, edhe pse nana jeme është vajza e Hoxhës, nuk është se i kam mësu, për shembull, disa sure i kam mësu me te, për procesin e të falunit, unë e kam mësu me gjysha, dhe me thënë me nëndajën edhe dajgjyshin pas rahmet. Ka qenë nga mosha 7 vjeqe, besoj, bile edhe ma here, 6-7 vjeqe, kur unë jam falë për bri nëndajës edhe dajgjyshin, edhe e maj mend se nuk i dishe suret, nuk i si fëmi, vetëm e lushe gojen, se çka dëgjoshe, vetëm e lushe gojen. Edhe e mbaj mend që dajgjyshi na ka mësu suret, sidomos ato 10 e fundit, ato të shkurtat. Edhe një gjë interesante është se kur më ka ndëgju një herë tu njeh të spiqt, se si fëmijë thoshe me njeh të spiqt. Ai në gjën mus jam të njeh 1, 2, 3, 4, 5. Isha e vogël. Edhe thot, dëgjosh që i të va, po njeh të spiqt. Po jam e dëgjosh edhe e mbaj mend se më ka majt në prehen edhe më ka mësu. Domethënë prej moshe shumë të re kemi qenë të ekspozumon ndaj tyne obligime fetare, edhe alhamdulillah kena mësu prej tij shumë. Në që nuk ta ka imponuar praktikimin e fesë, por ai si u ndje kur e pa që ti e more këtë rrugë, le të themi, kur pa që ti po falje namazin, edhe në momentin e mbulesës. Si e përjetoja? Shumë e bukur, se edhe pse si fëmijë, të gjithë kemi qenë afër tij edhe jemi fali, kemi i bërë tona gjana, por ma bukur është se kur e vuna mbulesën, unë jam kthy nga Tirana dhe jam dalë në shtëpi tek ta. Nuk e kanë ditë. Edhe dajgjyshi e ti se ishte i shtrim në qoshen e tij edhe më ka pa me mbulesë, edhe ka thënë, apo shkon xhami? Ja, dajgjysh, e kam vu shamin. Po si ka vu shamin? A nuk kemi hek kur? Edhe një moment aq ka qa prej gëzimit, nuk di se si ka ardhur ashtu, se nga që kohët në Shqipëni kanë qenë përpara pak më të vështira, i kam mbet pak më të kohën e vjetër edhe pastaj më kanë ajtu më pyet sa mirë kanë me të lanë në fakultet, po sa mirë të lanë me vu, domethënë, edhe a ke me vazhdu shkollën ti, a ke me vazhdu jetën ti, ashtu në një farë mënyre, edhe pse e ka ditë pak sa. Por e di se shumë është emocionu kur më ka pa me Shami. E gjithmonë kanë nejtu në vetë, sa mirë të lajnë, a ke probleme, kështu është shqetësu për këtë.
Po më trego pak si e sjell këtë frymën e mungesës muaj i Ramazanit. Festa, edhe Bajrami, por flas më tepër ndoshta te muaji i Ramazanit sepse si imam që ishte ndoshta dhe adhurimi gjatë këtij muaji ishte më i madh. Ndoshta dhe ato lutjet që bëjmë për ato që si kemi më janë edhe më të mëdhaja. Mungesa e tij sidomos në Bajram njihet më shumë, se është se me të gjyshin kemi bërë gjithmonë, edhe kur s'ka qenë Bajram, i kemi përshëndet me Bubareq Bajrami, i kena thënë, se një farë mënyrët aja ka pas Bajram për ditë me ne kur na ka pa, ashtu e ka një. Se cili fëmijë kur i ka ardhur, ai ka thënë Bubareq Bajrami, edhe nëse s'ka qenë Bajram. Vetëm se njëherë ka gabu, ka mendu se është Bajram, edhe na ka met kjo midis fëmijëve, si ka thënë ndaj gjyshi, na ka uru Bajramin, e s'është Bajram. Në Ramazan normal e kemi bajt në doa, Allahu e mëshirof shpirtin e tij. Por mungesa normalisht lihet, por mosha e ka bët veten, Zoti ja ka lehtësu se vitet e fundit ka qenë pak i smur, por elhamdulillah ka qenë afër familjes, ka dhënë shpirt afër familjes. Tani, ne flasim me ty edhe besoj se mund cekim disa tema me qenë si edhe teologe edhe le themi na lejohen këto pyetje drejtuar ti. Si është momenti kur të vjen lajmi që ke humbur një person të dashur edhe si duhet të qëndrojmë që ndoshta edhe mos le themi mos të gabojmë, mos të hyjmë në gjëna me veten për dhe me personin që sapo ka ndëruar jetë. Me thënë drejtë, unë jam e ekspozuar ndaj vdekjes, se punoja në urgjencë dhe jam e ekspozuar ndaj këtyre moshave të më të thyera, edhe një farë mënyrë fiton një farë imunitetit kur shef një person vdekur. Në moment që ka marrë telefonatën e di se më ka thirrë daja të parën, është të jap shpirt, a mundesh me thirrë urgjencën. Adin një farë mënyrë dënë me shku me ndihmu, po adin që nuk keq ka ndihmon atë se a është pleqnia, nuk është ka qenë i ri, smundje, është pleqnia. Vetëm më thash se fiton pak imunitet, por kur e sheh pastaj që është i joti, atë t'i këput pak këmbët. Por kur kam shku edhe ai ke veç kishte dhënë shpirt, më takoj mu me e lidh kujen, si thëm. Edhe kur ju thëm tjerëve më së nej, thëm, ai trup s'ka kënë dhe gjyshi jem. Ai s'ka kënë dhe gjyshi jem, ashtu i krejtë, dhe më thanë një fari, kur i ka jo zhetësia, edhe po, kur del shpirtin normal, ai s'ka kënë dhe gjyshi jem, unë dhe gjyshin të me moj ndryshe, jo ashtu se e kam pa të momentet e fundit. Të mirë edhe shumë pozitive, mbajnë mend, dalim tek ajo ku unë edhe ti jemi rritur, unë vazhdoj të jem akoma në Sukubin për plot 30 e kusur vite, ka qenë imam i asaj xhamie. Përveç se ndaj gjysh, e kishe le të themi edhe hoxhën mësuesin e parë. Si ishte kjo? Unë këtë pjesën e Sukubinës nuk e mbaj shumë mend, me thënë drejtën. Qenë e vogël. Kam qenë e vogël edhe më duket se nuk kam shku në Mejtep atëherë. E di se dhe gjyshi është ndalë, kam qenë 9-7 vjeqë, e di që është ndalë me në taku gjithmonë, mas Mejtepit edhe mas Xhumajet, se ka qenë afër shtëpia atë. Por këtë pjesën e Mejtepit unë nuk e mbaj mend. Unë Mejtep dhe gjyshin e kam taku vetëm kur ka qenë pris në Selit. Edhe aty jam përzi me ato fëmijët e Mejtepit nga një herë kur më ka marrë me veti. E pjesën e Sukubinës nuk e mbaj shumë. Keni ndjekur rrugën ti edhe djali i tezës tënde? Po. A është ndjerë ai krenar, a ju ka lënë të kuptohet, a ka qenë ai ndaj gjyshi që ka lavdruar niprit dhe mbesa? Nuk i ka lavdruar me fjalë, zisit, por është pa gjithmonë fytyrën e tij që është krenar për ne. Djali i tezës ka qenë ndër niprit e mesat më të mëdhenj, edhe ai gjithmonë që është moshë më të re ka thënë du mu basit ai gjyshi. Edhe ka ndjek medresen edhe është imam. Unë nuk e kam pas atë plan, zdi si me thonë, nuk e kam pas atë plan, por një farë mënyrët
ka si thash edhe kanë ndiku aja influenca e tij, edhe e kam ndjek atë rrugë, domethënë duke kryer teologjinë, se gjithmonë më ka pyet se ishe të kry provimet edhe mjekësie, kënajna më thote, menote se jam edhe në medrezë. Edhe thote, si ke punë të na i ka medrezë, a jetu i kry edhe ata, po, sa mirë, më gjisha. Po, me të vërtet ka qenë krenar për ne, për tonë, edhe nuk ka bë dallim midis nipave e mesa, asnjëherë s'ka bë dallim që me thonë, që me ndina, kush është me i preferuar. Kush është me i preferuar. Laudrita, na trego pak nga ana fetare, me qenë se jeni edhe një teologë sot. Si ju shtojnë të mirat atje ku janë, ndoshta si ndihmojmë me adhurimin ton ato që kanë ikur? Atyre që kanë ikur ju ndihmon duaja jonë, duaja për shpirtin e tyne, sadakaja në emrin e tyne, ka mendime që edhe leximi i Kuranit për ta hatmet që bëhen për ta, por më e rëndësishme është normalisht duaja. Duaja për ta. A s'behet, nëse nuk ma keq kupton pyetjen, a s'behet ajo dhimbja, goditja e parë me kohën? Goditja e parë me lajmin e humbjes? A fillon njeriu le të themi e jeton me atë lajm, e kupton? E kupton pak a shumë se unë me them drejten, edhe pse jam emocionale, kam karakter pak të fortë. Edhe kur bjen mend fjala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahut jemi dhe te ai do kthehemi, kupton që kjo botë është e pa vlerë dhe gjithë atje kena më shku, vetëm si thumë në popull shkoshin me red, dhe mos pashin keq në fëmijë ose por unë i kam thonë edhe kur nda nga jeta, i kam thonë nga që më zhëdhimt shumë, qysh në verë, edhe këto vitet e fundit, por edhe në verë pak u dopsu shumë, edhe mu më takoj si mjekë pak me trajtu si pacient. Aty mi ka kput kom, se nuk kam ditë mua që kam i bëha. Ta më thoshin, hajde një mëj nepi dhe qyshit dhe një infuzja, bo një diçka. Por edhe pse është lajmë i trisht, një moment thu shqyqyr që ja ka lecu se gjithmonë edhe të kote fundit ka bët dua, lecoja zot se ka pas vështirësi me shëndet. Normalisht kur shkon edhe sheh atë qoshin e tij që është bosh, edhe sheh çallën e tij që është e vëmur në qoshe, edhe nuk është ai aty, të kap një dhimbje, por normalisht janë gjëra që duan me u kalu. Laudrita, çfarë ka lënë pas në aspektin familjar, në familje? Çfarë ka lënë pas? Cilat të mira do i veçoje si më të mëdhaja? Në familje, ai gjithmonë na ka lënë një këshill, sidomos për këtë rrethin më të afërt, e ka pas shumë inat këto ndasit, idhënimet në familje, idhënimet në fes. Edhe sa herë e ke pyet për në një këshill, edhe kam di një video kishte bë djali dajës, që edhe thot, mas vdekjes teme shkoni mirë me njëri tjetrin, mos e idhënoni. Jo, nuk janë njerëz nuk janë njerëz tanë njësaj. Duhet me ju përshtat njerëzve ashtu si janë ata me muhabet, ashtu atë nivel kuptimi që i kanë ata përshtatni me muhabet. Mos u idhënoni për një fjalë goje, adin falni një tjetrin, janë atin sa bukur e flet, se s'di si duket, më duket ashtu se jam të oni prep si përpara. Si ishte natyra ti? Ka qenë familje, ka qenë njëri i qetë, i dashur, edhe pse gjithmonë flasim mirë për ata që kanë ikë, por me të vërtet këtë nuk ka rënë. Dhe gjithë që i ka qenë njëri i qetë, nuk është ndi për shembull me i bërtit fëmijëve, nuk është ndi me i bërtit nipave, mesa ose prit larg qoftë grus. Karakteri i tij, domethënë ashtu si ka qenë familje i mirë, i butë, ka qenë edhe jashtë. Nuk ka pas aty asnjëfar hipokrizie. Edhe shokët e tij e kanë dashur shumë, kanë ardhur me taku deri në ditët e fundit të tij. E ka njoft, në shoqëni e ka njoft si hafiz, edhe pse s'ka qenë, nuk e ka ditë Kuranin përmend, por e ka pas zanin bukur, edhe gjithmonë kur kanë pas të mbledhën ajo me vludë ajo gjana, kanë thujt hafizi se e ka pas zanin e mirë.
Edhe në shoqni, kur ka dalë, në më thonë, në ejnëte, në ditë pazarit, kur ishtë taku me ato, ka qenë i dashur me ta, i respektushëm, e kanë njoft 9 muajlit, e kanë njoft 0-100, e kanë respektu edhe ata që nuk e kanë njoft personalisht, se ka pas një farë efektit në komunitet. Ka shkuar, le të themi, fjala e mirë për të gojnë gojë edhe është shpërndar. Në momentin e asaj dite që ai largohet edhe vinë shumë njerëz, çfarë të bënte përshtypje Lulit? Ka pa përshtypje kur i kam pa, që s'ka të nalur njerëz, nuk ka, domethënë veç vine me taku. Edhe kam qenë një mënyrë falenderuese Zotit që ja ka dhënë këtë mundësi me u respektu për njerëzve, se kur dënë Zotit, dojnë edhe njerëz. Është në atë mënyrë e kam shikuar. Edhe jam shumë falenderuese edhe njerëzve që kanë ardhur. Edhe ka pas njerëz që se kanë njohur, se janë gjenerata shumë të reja, por kanë nipër kanë nipër i familjeve tyne, edhe kanë ardhur me respektu. Jam një edhe unë respektu mundësi, edhe pse jam besa diku e 4-ta, 5-ta. Çfarë tha nëna? Në ato momente, nuk e di, ndoshta si e keni ngushëlluar njëra tjetrën? Nona, veç kam shku e kam marrë se unë ishte dhe më thënë Ramazan, unë isha të shku në teravi, 7:20, 7:30 ishte jatësia teravia, dhe kur marrë telefonin, veç jam këthy mrapa, marrë nona ishte të pa punë të shtëpis, në thamë, hajde se më duket, edhe ajo ishte 2-3 ditë para, kishte nejtë daja, dhe i ka ardhë keq që pse sjelloj, se dyse se një ditë para ishte mirë, vetëm e shfit me një herë. Të ngushëllu njëna tjetërën të thonë, që me ba, kështu është ka djerë. Kur është edhe besimi edhe gjithë ajo çfarë ai ju kalon juve, besoj se përballohen më leta. Në në moment normal që është lajmë i ronë se ke qef me pas ti për gjithmonë, po më thash kur e kuptan, adin pak e mendon më shumë, pajtohesh me. Ke një dajgjysh të tillë edhe kur gëzon respektin e tillë në shoqëri, tani si mbesa e tij edhe si një teologe, besoj se edhe ti ke një mision, më thoj za pak të vështirë, ta mbash këtë emrin e mirë në familje, apo jo Lutritsi? E ndjen peshen? Na takon që ai kalon dikën mrapa dhe me vazhdu rrugën e tij. Po këtë po mundohem, edhe inshallah na mundson Zoti që të kena atë efekt se e ka pasaj. Po mundohem tani teologjin jam përfundime edhe normalisht mbaj në njëherë ligjerata, por nuk është ato ligjerata sa kam qef me pas atë ndikimin shpirtënor se e ka pas ai. Adin të pak të mundohemi ta marrësh si model? Po ta marrim si model, por atë mirësinë e tij. Jo krejt atë që ka predikuar, që ka mësu, po atë mirësinë e tij, atë se si ka shënrit shpirti ati, inshallah na mundson Zoti edhe neve me kena ashtu. Në bajrame, ka pasur dëshirë t'i kujtoj me këto turatët e vogla të bajramit? Gjithmonë. Si ka pasur? Gjithmonë. Na ka lazru, dhe më thënë, se gjithmonë kur kena shku të daja, dishem si ka me na fut ka një pare në gjep dikun, se mos me na pa nana, adhe një blej, çokoladë, jo, këtë. Na ka gëzu gjithmonë. Çfarë i ka penguar ati më shumë? Që ka thënë, këtë nuk bën ju asnjëherë ta bëni? Nuk ka qenë i rrept, se për shembull nuk ka qenë të vajzat ose të djali vetëm, dhe të tezet ose të nana nuk ka qenë mbulojo pik, ose këtë keme ba dhe pik. I ti ka dhënë mësimet, të ka eduku, të shti je afë vetë me mendu. Edhe e di që mas rumëtit i ka bërtit vetëm djalit tezes, që ishtë ba horç. Vetëm ati i ka bërtit mas rumëtit, se i ka thënë horç nuk i kanë hije disa gjanë. E kështu që ta kesh parasysh një kjes ban. Aty bela më shumë si mentor i ka bërtit, jo si dajgjësh. Arrite që të bëj edhe stërgjësh një farë formë, nga flutura, të ketë një nip
të mbesës? Një të mbesës, po i bë edhe, dhe me thënë, edhe nipit, si me thënë, hoxha, po, fëmija. Po, unë beta të flutra. Se një ma shumë. Po, është edhe Edi njëjtë, edhe një hadi. Po. Tani, si ishte kur ju të gjithë mblidheshit, për tani edhe stërnipat edhe... Besoj që s'ka po as aty dallime, aq shumë i ka dash ata si me qenë edhe ata nipat mbesët e tij e fëmijët e tij. Domethënë zemra gjyshit, shpirti gjyshit, kështu i ka thirrë, i ka dash shumë, unë të them me dallu kur s'ka dallu në asnjë gjë, as tek këta më të vogëlit. Drita, a ka qenë tolerant në aspektin fetar, flas me ndryshimin e kohëve? Sepse ai ka ndruar jetë në moshën 86 vjeçare dhe nga rinia e tij deri tani, le të themi edhe ne, sikur jemi modernizuar pak, koha ka ndryshuar, a ka qenë ai tolerant në këto gjëra në bisedat që ti ke pasur? Nuk ka qenë në ndikimin e rrymave të ndryshme fetare, domethënë atë që e kanë mësu atëherë e kanë ditë edhe e kanë qenë në rrugë drejt, më thonë. Janë mësime që ai, domethënë, nuk është se më thash nuk ka imponu normal, por edhe bajegi tolerancë, më thonë, normal. Leudrita, si mund t'ju urosh apo t'i këshillosh ato që sot e presin Bajramin me një njëri me pak? Ta dini që janë te Zoti, edhe te ai inshallah na bashkon në xhenet me dashurit tanë, t'i mbajmë dua sa më shumë, sidomos këto ditë të lumtura që i kemi, t'i mbajmë dua, që t'je lehtësoj Zoti atë kohë që janë deri që takohemi sërish. Edhe Mubareq Bajrami. Mubareq Bajrami, Drita. Gjatë gjithë kohës që fole, edhe kur përsërit le të themi fjalët e tij, na u duk sikur e dëgjuam atë, por ne tani në këtë çast me të vërtet do të dëgjojmë fjalët e tij, sepse para pak vitesh në ekranin e televizionit të UTA, në emisionin Portreti, dhe gjyshit ka qenë pjesë e këtij emisioni. Jonida është ajo e cila do na sjell një material le të themi me fjalët edhe bisedën e tij më të veçantë gjatë emisionit Portreti. Një biografi të tij. Po, me një biografi të tij që do ma lëngjehesh pak, por janë kujtimet bukura që mbesin. Faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit edhe juve që e keni bë Portretin, se është një kujtim që na ka mbet gjithë familjes. Është shumë i bukur. Faleminderit. Faleminderit Anjeli. Tani, kalojmë tek pjesa e le të themi fjalëve edhe veprës së tij, ndërsa gëzuar të gjithëve, më të dashurit tanë, të cilët i kemi edhe ato të cilët nuk i kemi, besoj se janë në një vend shumë më të mirë se sa ne këtu.